unë gjatë periudhës shtatzanisë përveç fotove kam pasur të disa gjëra që si kam bërë. Nuk kam bler biberona, nuk kam bler veshje për vajzën, nuk kam bler panolina, nuk kam bler qumësht, jo, të betohem. Do me thënë e kisha kështu si është përjetim personal, ai nuk e kam sjell krevatin në shtëpi. Tash Dori që ti do ta marrësh kur të lindi vajza. Ditën e sot me mamin e Seas, Mamin e Seas. Wow, Seas, si deti. Po, si deti. Ashtu nisi emri? Ashtu nisi emri, patjetër. I frymzuar prej detit. Donim një emër të shkurtër, donim një emër me gërmën S. Në listën e emrave që pam, Sea na pëlqeu për kuptimin që kishte dhe ne na pëlqeu edhe shqip se si tingëllonte. Pavarësisht se jashtë mund thuhet si, po në shqip është shumë i bukur edhe trupi i njeriu i përbërë nga uji në mbi 80% edhe ka edhe një lloj kështu domethënie që nuk e qenë të dyve na pëlqente edhe deti edhe. Vina ti ke qenë shumë private për jetën tënde. Ke qenë gjatë gjithë kohës edhe kur bëre dasmën, bëre një dasëm shumë intime me njerëzit e dashur, edhe për pjesën e shtatzanisë, jo të gjithë e morën vesh me një herë që ti kishe mbetur shtatzën në aso kohë. Ke qenë e rezervuar në këtë pikë. E di pse kam qenë e rezervuar se janë dy gjëra të ndryshme dasma dhe shtatzania. Kam qenë e rezervuar në shtatzani sepse e para nuk është se dukesh. Unë kam qenë transmetim deri 4 ditë përpara se të lindja. Kam marrë pak kile në shtatzani, po dhe sa kile ke marrë gjithsej? 8,5. Super. Doktori im do të vinte me flamur dhe me ju. Edhe imi u knash shumë. Por ideja ishte që doja ta mbaja private se më dukej që një gjë që është një gëzim kaq i madh për ty e kaq i bukur për ty, pse duhet t'ja përplasësh në thonjza të tjerëve, të cilët po përpiqen, që kanë humbur një fëmijë, që kanë këto problemet e të mbeturit shtatzan, domethënë probleme që përjetojnë e kisha patjetër që po, sepse unë rrethohem nga njerëzit, kam shoqe, kam shok, njerëz që hasin kështu problemesh dhe nuk doja që të dukej madje sinqerisht edhe për vajzat e tjera, të njohura të showbizit, koleget tona, ndonjëherë më bezdiste ai fakti që çdo gjë, edhe për hir të reklamave apo sponsorizimeve dhe gjërave të dili e dishe kaq e pranishme, se njeriu është pak privat. Duhet mendosh pak edhe për pjesën tjetër, se nëse ti je personazh në ekran, je pikërisht për atë publikun që të ndjek. Kështu që doja të isha më low profile në këtë pjesë. Ndërsa për dasmën, për natyrën që kam unë, nuk do doja të isha aq rezervuar, po bashorti im po, sinqerisht. Bashorti im unë i thoya edhe Marcelës kur bëm ceremoninë dhe mandit, nuk donte shumë të ishte në qendër të vëmendjes, se kishte shumë merak këtë pjesë. Domethënë unë zvi nga fushë media thoshte pse duhet unë të jemi përfshirë në portale, në për gjëra. E kam siklet, ndërkohë që nuk ishte çështja për të mbajtur i fshehur, se ne njerëzit na shihnin bashkë në restorante, në fund të ditës. Na shihnin bashkë në rrugët e Tiranës, edhe kudo, nuk ishte problem. Ishte për mua, do kisha bërë një dasëm me 300 vet, si Tiranë, se kështu dhe si qef që e kisha. Po dhe ajo ceremonia doli shumë bukur, se edhe Mandi me Marcelin ma konceptuan shumë bukur të bashkia, edhe mbeti një gjë private, i thash dhe miqve mos i shpërndani fotot, sepse e kuptoja që ai ndjesh e keq, jo se kishte ndonjë gjë për të shpërndar fotot. Pas dasme, sa kohë u desh që të mbesesh shtatzan? Unë kam lindur vajzën fiks pas një viti, pra e martuar 2018, se unë kam lindur në 2019. Nuk e qenë shtatzan? Jo, nuk kam qenë shtatzan. Kam qenë shtatzan te sfilata Geraldinës. Te sfilata që bëra për qef si nuse e sa po martuar. Nuk kam qenë shtatzan, gjatë dasmës nuk doja. Nuk e di pse nuk doja. Kam dashur të përjetoj kështu hapat. Kisha shumë qef të përjetoja gjërat me radhë që të merrin atë rëndësinë dhe kënaqësinë e duhur, domethënë dhe nga njerëzit që ishin. Kështu që mbeta shtatzan për një kohë relativisht të shkurtër. Nuk është se ishte edhe shumë e gjatë, por okay. Dhe si ishte ai momenti i parë kur ti morë vesh, pra ishte me test shtatzanie? Me test shtatzanie, unë kam marrë vesh lajmin, ka qenë prill dhe kanë qenë Pashkët Katolike, nuk e haroj. Në Pashkët Katolike e marr vesh që isha shtatzan, do më duhej një rikonfirmim sepse qelloi që ishte ditë e shtunë ose e dieri dhe bëj një rikonfirmim të hënën që rikonfirmova. Pastaj, duke folur me doktorin, due date duhet më qëllonte në Pashkët ortodokse, dhe në Krishtlindje, ndjes, në qëllonte në Krishtlindje. Po duke qenë se unë e vendosa që ta bëja me operacion, pra me cesarian, e bëra më herët, e bëra me 19 dhjetor. Kështu që janë ca data që më kanë pëlqyer shumë për mënyrën se si kanë përkuar, edhe lajmi i madh, një lloj kështu bekimi, sigurisht për ne që kemi një lloj besimi, ëh. Ka qenë në shtatzani kaluar mirë me Po. Ka qenë një shtatzani e kaluar mirë për hir të vërtetës, jo vetëm prej peshës, unë nuk kam hequr dorë nga
zakonet e mia, do me thënë kam ngrënë si kam dashur, kam bërë gjitha aktivitetet, nuk e kam përjetuar në një formë që me kujdes apo me frikë etj etj. E vetmja gjë që më ndodhi, që besoj që do të ketë qenë çështje hormonale, ka qenë pjesa që nuk doja foto. Vërtet? Do me thënë, unë e kam bërë shumë të bukur setin me Anjezën, muajin e 9, por nuk doja kështu foto që të dukesha vet, pra që të dilja që është atë në shtëpi ose në rrugë, edhe mbaj mend dhe shumë intervista i kam shtyrë në atë kohë. Nuk e di pse, dhe sot nuk e kuptoj. Domethënë kam shumë pak foto amatore, pra nga celulari im. Pra në shtëpi para pasqyrës ke? 2 ose 3 foto dhe një kur punoj apo në televizion nuk kam bërë. Ja lash atij setit, nuk e di pse. Ose them ndonjëherë mos e kisha kështu si çështje besyknie, nuk arrita kuptoj as vetë pse e kisha këtë. Nuk e sqarova dot pse e kisha kështu. Gjë që tani për shkakun nuk do e bëja. Nëse do isha shtatzan do preferoja të fotografohesha, s'ka problem tjetër, po. Le teme. Qoftë për veten tënde, ti ke si kuptim, kam shumë pak foto, të dala kështu nga emisionet. Thjesht kam zbërthyer këmishën, kam qenë me pantallona apo me fundin dhe janë ato fotot e momentit. Nuk kam bërë kështu. Por flutrat e para kur ja niste ti ndjeje me se emocione, lëvizjet i bie kanë qenë nga vera, unë kam qenë me pushime në Spajnë në atë periudhë, kem qenë 4-5 muajshe, edhe aty ndjeva që godiste, që kisha kështu si të përzira, po ndjeja që ishin lëvizjet e bebit, domethënë. Ndërsa fluturat e mia ishin që në momentin që mora vesh isha shtatzan, që aty kisha një lloj kështu ndjesie, që është emocionale më shumë. Ndjeje që ishte vajzë apo djalë? Jo, nuk e ndjeja çfarë ishte, po e doja vajzë, me thënë vërtetën. E doja, po. Nuk e di, kisha një qef, unë gjithnjë, kur isha më e re, kështu dhe në gjimnaz, fakultet, thoja, unë do bëj mami 2 çunave, nuk e di pse më pëlqenin këto mamat që kishin çuna, nuk kam arritur ta kuptoj asnjëherë, po pastaj thoja, o zot, inshallah është gocë, të lutem, inshallah është gocë, ta ke më afër, më mirë, më... Po, çado që t'ishte, do absolutisht do e mirëprisja se fëmia është bekime dhe nuk ka rëndësi, po kisha një lloj dëshire për vajzë dhe bashorti ime donte vajzë, me thënë të vërtetën, edhe... Po mirë, ti ishe bërë hall përpara se të vinte vajza, pra e kishe përjetuar emocionet e një bebi në familje. E kisha përjetuar edhe me shumë emocion. Edhe doje edhe shumë ndërkohë. E doja shumë patjetër. Djali vllai tim kur lindi vajza ime ka qenë 1 vjeç, unë e doja shumë, isha shumë e lidhur, i kisha marrë ato emocionet e para tani. Nuk është e njëjtë si të bëhesh prindë si ti je hall, pa diskutim. Po i kisha këto kënaqësitë e një fëmie që mezi të pret, pra ai që 6 muaj, 7 muaj reagonte kur unë shkoja nder, qante më pas kur ikja unë, edhe i kisha këto emocionet edhe më pëlqente shumë dhe në momentin që linda mbaj mend që ato ditët e shtatzanisë, ku sigurisht pjesa e disbalancës hormonale ka bërë vetë filloi çaja për nipin. Pse nuk po e shoh ku është, pse nuk vjen, po ishin gjëra kocë ndërkohë. Aty ishte mund të shkoja. Po kam pas një lidhje shumë veçantë me të dhe sigurisht që e kam, po pastaj fëmia është tjetër gjë. Si të ndryshon ardha e fëmijës? Të ndryshon që në projektimin e asaj që ti je, çfarë bën për jetën, në pritshmëritë tua, në programimin e asaj që ti ke, pra nëse ti je më kur je vetëm dhe i programon gjërat në çift, ardha e një fëmie të vë disa bariera, pra ti ke disa gjëra që s'mund t'i shkelësh, të tipit nëse fëmia është 3 muajsh, unë nuk marr përsipër të shkoj në një udhtim të largët, që nuk jam 1 orë apo 2 orë brenda Tiranës. Nëse ti je me fëmijë, unë i kam shtyr intervistat aso kohë, unë nuk kam dalë në klabe nate, sepse kisha atë dëshirën për t'ju gjendur dhe për të qenë pranë. Domethënë kisha një merak që nëse mund t'i ndodhte diçka, pse unë mos isha dhe do më vriste shumë ndërgjegja sikur të isha duke festuar, gjë që është krejt normale dhe e vlerësoj shumë të ato që i bëjnë. Po vetë nuk e doja këtë gjë. Pra i vendosa edhe disa kufinj. Edhe të dalat, përpiqesha edhe kur seja vajti në çerdhe. Unë kam çuar në çerdhe 18 muajsh, përpiqesha që edhe punën dhe takimet i mbyllja brenda atij orari që ishte pra në çerdhe. Në 4 isha e disponueshme për të, që të dilja, të luaja, të ushqeja, të laja, të shkonim diku. Domethënë, kjo është pjesa që më ka kufizuar, por ka edhe një gjë që duke qenë se unë fëmijën e kam bërë një moshë relativisht të madhe, pra le të themi pas 30-tave, nëse e quajmë të madhe, se brezit e koha sotme ka evoluar, gjërat kanë ndryshuar. Unë them që e kam bërë për qef dhe gjërat e tjera i kam shijuar shumë. Pra nuk e kam kokën pas që ka një aktivitet. Më ka mbetur diçka pa bërë, ka një mbrëmje, po nuk absolutisht, isha shumë i qetë. Domethënë e kam shijuar në maksimum këtë gjë. Pra nuk është se shija shumë si kufizim apo detyrim, po edhe një gjë që unë e kam bërë dhe tani kjo është një kohë tjetër për të bërë diçka tjetër. Është një etapë tjetër. Edhe me shumë përkushtim, po, një etapë tjetër. Dhe pse zgjodhet ta planifikonin
ardhin e seas? Unë e planifikova në muajin e 8 me doktorin tim, me doktor Benin, sepse seja ishte pak e gjatë, struktura ime nuk favorizonte shumë për lindje natyrale, do me thënë gjithçka ishte normale, pra mund ta provoja, patjetër që mund ta provoja ta bëja, unë kisha edhe këtë dëshirën që të kthehesha në punë, edhe që mos kisha këto problemet e tjera, se varet si shkon, por dhe për sigurinë e fëmijës, se si section është më e sigurt për fëmijën. Dhe vendosëm me doktorin që, mund ta bëjmë dhe kështu, dhe për hir të vërtetës më fajti shumë mirë. Edhe kur më pyesin vajzat e tjera, unë e këshilloj sepse nuk kam pasur probleme as me ardhjen e qumshit, nuk kam pasur probleme as me ngritje në këmbë, as me këto problemet e gjilpërave, kam qenë shumë okay. Sa kohë tu desh të çohesh në këmbat e Për 2 ditë në spital jam ngritur. Në spital jam ngritur dhe jam lar, në spital nuk e kam përjetuar. E vetmja gjë që kam përjetuar me sikletë dhe një gjë që s'm ka ndodhur kur kanë qenë dridhjet, të cilat i kisha. I kam përjetuar dhe doktoresha, mjekët aty më thanë që i ke nga pesha, duke qenë se ishte peshë shumë e madhe, nuk arrin ta mbash posturën në një vend dhe filluan dhe mbaj mend kur më pa bashkëpunëtor, i tha çka ka. I thash unë që thritë mjekën sepse duhet të bëj gjilpërën, infermieria që thuthusin. Ai ishte moment pak si shoku, më dridhej buza, dhëmbët, gjithë trupi. Këtë pjesë kalovan çiksi me siklet, domethënë. Po ishte diçka normale që i quaj normale dhe më përgatitën, që më thanë që nëse do ta bëjmë tani ose nëse do mund ta përballosh dhe vet. Shife se do e kesh shkallën e konvulsionit. Po fakt që ishte i fortë edhe nuk e përballova dot. Shpesh kemi edhe një infertilitet pa shpjegueshëm ende dhe nga mjekët që thonë çfarë po ndodh, nuk e dim çfarë po ndodh, po shpesh ja vën fajin edhe le të themi ambientit ku jemi. Patjetër. Ke pasur ti një frikë, një drojë karshi kësaj? Shiko, unë besoj që asnjë femër nuk e pranon dot që mund të ketë probleme në ngjizjen e një fëmie. Pra, unë jam natyrë optimiste përgjithsisht edhe pretendoja që duke njohur trupin tim, duke mos pasur problematika të tjera më përpara, se ti e njeh gjatë kohës së vajzërisë, shet trupin si reagon, thoya që do të mbetem shtatzan, do të mbetem menjëherë, nuk mbeta menjëherë, se u deshëm pak muaj, me thënë të vërtetën, por që këtë frikën e kisha dhe pastaj thoja që shiko, punë e madhe, sot ka metoda shumë, jemi në një vend që ka shumë metoda, mund ta provojmë dhe në forma të tjera, mund ta provojmë edhe in vitro dhe me fertilizim, domethënë mund ta provojmë në çdo lloj forme. Dhe nuk e përjetova shumë këtë pjesë. Nuk them që nuk pata shqetësim, sigurisht që pata. Dhe doktori më tha jo shumë herët për pasur shqetësim. Shqetësimi vjen nëse ti provon një vit, do vish do bëjmë disa analiza shtesë. Unë them që pjesa e planifikimit duhet bërë mirë nëse do 2 fëmijë. Pra, unë tani nëse do dua që të bëj një fëmijë tjetër, them, po shikoj moshën tani, e kam çik me siklet, me përtes, këto problemet e tjera, këto shkaqe që nuk kem i kthesh gjërave nga fillimi, kjo është. Dhe mendoj që do ta kisha bërë pak më herët nëse do dëshiroja të bëja edhe një fëmijë tjetër, që sigurisht nëse vjen është i mirëseardhur. Po e keni në mendje apo me 2 mendje? Gjithmonë me 2 mendje. Se është 5 vjeç tani. Se është 5 vjeç, po. Themi mirë që të paktën e shijon këtë. Unë mendoj këtë gjërin që ndjesia e prindërimit e mamas, e të qenurit të prind afër fëmijës, se këto kanë kaluar dhe besoj që unë i realizoj me një fëmijë. Jo, unë po them që prindi i realizon me një fëmijë. Pastaj për gjërat e tjera, për të pasur 2 fëmijë, për të mos ta lënë vetëm. Ne shohim, ne kemi motra dhe vëllezër dhe e dim që telefoni i parë ai është numri i parë që do i bien për çdo gjë. Dhe vetëm për këtë do dëshiroja që ndoshta pse jo mund të kishte se ata kishte një motor ose një vlla. Po mirë, më tregojnë çka ato ditët e para kur e shkuat në shtëpi. Ditët e para, po. Ka qenë shumë e lezetshme. Unë gjatë periudhës shtatzanis përveç fotove kam pasur të disa gjëra që si kam bërë. Nuk kam bler biberona, nuk kam bler veshje për vajzën, nuk kam bler panolina, nuk kam bler qumësht, jo, të betohem. Do me thënë e kisha kështu si është përjetim personal, ai nuk e kam sjell krevatin në shtëpi. Krevatin e kam sjell në shtëpi ditën që ka lindur vajza. Ne porositëm në një firmë italiane që ishte në Durrës dhe i thash Dorit që ti do ta marrësh kur të lindi vajza. Po pse e patë këtë? Nuk e di, e kisha si, kam parë shumë filma ndoshta. Edhe thash të shkojnë gjërat si duhet një herë dhe pastaj ti marr gjërat e tjera. Krevati është blerë në mos gaboj të nesër me në lindjes vajzës. Vajza limet datë 19, krevatin kemi marrë me datë 20. Edhe aty pastaj janë bërë dhe gjërat e tjera, mora dhe biberona, dhe apo qumshat, apo këto që i duhen mamave, pampers, çdo gjë i bleva mbasi. Çoja mamin te farmacia e spitalit edhe i bleja aty. Era parë që dëgjoj do mos nga një vajzë ekrani. Po, kam bler badit e brëndshme dhe atë robën që do dilte nga spitali, materniteti ato këmishën e fatit që do i vishe i momentin do linte dhe kaq. Ja bleve vetë këmishën e fatit apo ja bleva vetë, ja bleva vetë. Atë ja bleva vetë edhe badin që doli se doja ta kisha kujtim. Dhe atë ja kam bler në Spanjë, ai çati dhe programova që
do ketë këto gjëra dhe kaq. Pastaj nuk më krijoi më ajo ndjesia që duhet të blej tani të ketë sa më shumë. Ama kur lindi pastaj diskutohet që un kam dalë të shumë herët, nuk kam qenë nga këto të 40 ditëve që kam dalë realisht të kam nxjerr vajzën se kanë qenë Krishtlindje, thash me 25 ne kemi dalë direkt, edhe dilja edhe nëpër dyqane, nuk e kisha problem, kisha të mundur edhe fizikisht dhe pastaj e bleva e plotësova garderobën gjatë rrugës. Dhe u vështirësuan ditët në shtëpi me gjithënien me gjumin apo u vështirësuan sepse pata edhe këtë problemin e gjirit që vajza më vrau pak se nuk dinte që ta kapte. Unë kisha edhe pompon elektrike, u detyrova që për një javë ta shtrydh qumshin dhe mos ta prek gjirin derisa të më shëroj dhe ashtu ndodhi. Në fakt e mbajta në gjip për 2 vjet. Po ditët e para kanë qenë në fakt të sikletshme, unë edhe qaja, sepse ajo pjesa që ti ke edhe gjak dhe qumësh dhe të gjitha. Oraret normalisht më dukej sikur tamam Zoti ka krijuar që ty të del gjumi në momentin që fëmia ka nevojë. Nuk ndodh kurrë që ti të qaj fëmia dhe mos ta dëgjosh. Nuk ndodh kurrë. Domethënë ti si e papërgat, në momentin që lëviz ajo ti je gati. I kisha pak të vështira ditët e para, pastaj un kam pasur dhe ndihmë si nga Vjera po ashtu edhe nga mami edhe nga bashorti, edhe e përjetova mirë atë periudhë, por e lodhshme ka qenë patjetër, për pagjumsinë, për përkushtimin, për ndrimin. Ti e di Orinda që fazat e para janë ato që mos ka dhimbjet e barkut, mos ndoshta ka dalë jashtë, duhet ta ndrojmë, të kuptosh sinjalet se çfarë ka. Në pjesën më të mirë të rasteve se a kishte atë që donte të tundesh. Donte të rrinte, po e kam tundur. E kam vënë gjumë tundje der 2 vjeç e gjys, mos them dhe 3. Mbajtë në krah. Mama çfarë të tonë, se mama sigurisht e kishin siklet, po. Donin që unë ta hiqja, donin që unë ta lija, aty ta mësoja. Unë regjim për vajzën kam pasur në ushqim, në gjithënie, pra edhe me atë 3 orarshin e të ushqyrit, po këto gjërat e tjera nuk doja t'i dëgjoja sepse më duket sikur dhe unë kisha nevojë për fëmijën dhe fëmia kishte nevojë për mua. Për atë lloj ngrohtësie dhe afeksioni. Më thonin që mos e mëso me biberon. Kam pasur fat se e ka hedhur vet kur u bë 1 vjeç. E gënjeva një moment që hoqa gjirin gjatë natës dhe nuk e di çfarë forcë fëmijë ka marrë dhe ka hedhur te televizori. Me gënjeshtaren. Po. Dhe që atë ditë mora biberonët i mblodha të gjithë dhe nuk ja thash më kurrë. Domethënë se ka pasur aq të ka pasur për një periudhë të shkurtër. Të shkurtër, 1 vit. E mbajti 1 vit, unë ndjeja si ndim, nuk e kisha problem që pse fëmijat përdorte biberonat dhe pse më thonin që edhe familjarët që hiqja, jo nuk doja. Tash do njëri ka fazën ka hequr të ka qenë shumë normale, është krejtësisht normale. Kështu që e kam shijuar dhe përjetuar me atë për kujdesin dhe me dëshirën time se thash dhe pjesa komplementare që dhe ti ke nevojë për fëmijën. Si e kujton për shembull një ditë tënde, se ndoshta tash ke filluar ti harrosh dhe të duken të mjergullta ato ditët, për shembull edhe unë kur i kthehem pas le të them atyre ditëve të parë, muajve të parë, që ishte dita e gjatë pa diskutim, që ti zgjoheshe në mëngjes mund të ndodhte në 5 të mëngjesit që i jepja gjip, pastaj zgjoheshe në ora 8 të mëngjesit. Dhe do të kishte ato gjumet e ditës, por kur vinte ajo pasditja, gjithmonë e humbiste ato orarin që pasditja të huton, është e vërtetë. Po, gjithmonë humbiste ato orarin që ajo ishte e lodhur dhe ishte momenti që do flinte gjumë, do bënte dushin, do flinte gjumësht edhe. Gjithmonë thoya nesër do e bëj më mirë. E inkurajoja veten, po ndërkohë prap nuk e bëja të mirë të nesërmen. Ndoshta hutohesha gjatë ditës. Edhe pak dhe lodhja, po e kujtoj sepse është dhe lodhja gjatë natës. Ti thua gjatë ditës, po mos haro që ne në ditën vinim gjatë një nate të lodhshme. Që fëmia mund të kishte qarë pak më shumë, mund të kishte dashur më shumë për ta vënë gjumë, ose ai momenti që është më i kthjellët dhe duket se do flas një herë dhe e merret çon nga kuzhina, e nxjerr fare nga dhoma e gjumit, se e kupton që s'ka gjumë, fillon të ngacmon ty. Dita pastaj ishte normalisht me këto 3 orarë, un kam dashur shumë që gjumet mos ti bëj në karrocë, e kisha si pse mos ta bëj në shtëpi, kur e kisha mundësinë për ta bërë në shtëpi, kisha shumë qejf që të merrte këtë pjesën e diellit, të dilnim të bënim shëtitjet. Nuk kam dalur asnjë ditë, ndoshta përveç kohëve me shi, po dhe atëherë e kemi marrë në makinë dhe e kemi bërë atë xhiron, se më dukej si pjesë rutinës. Edhe mua kjo pasditja më duke se unë kalonte pak, po me 10 minuta, me çere kohë, që duaj ajo pjesa për ta larë, po e vërtet, pjesa për ta larë, për ta ndruar, nxirreshin ato badit, kujtojnë çiksi gjë, jo të sikletshme, pak të lotshme me pjesën e çantës. Ajo çanta që duhet kishte çdo gjë. Duhet kishte pampersa, duhet kishte badit të brendshme të jashtme, se ja ka lind 10 orë kishte edhe ndonjë gjë më tepër. Edhe atë duhet ta kisha gjithmonë të rregullt me letrat lagura të thata, me ujë për veten time, për çdo gjë. Atë pjesën e çantës e kisha shumë merak, që ishte gjithkohës
Ishte gati, e rregullt, po me napat, me gjithë pjesën e ndrimit. Pjesën e darkës pastaj me rutinën, edhe unë kam mësuar me një lloj rutine që laj çdo natë patjetër, që vijej në gjumë me ninulla. Unë kryesisht ja veja nga YouTube-i, pra nga iPad-i, që thjesht e dëgjonte. I kam provuar me zhurma nuk i ka pasur shumë qef. Nuk i ka ndikuar, ndërsa shoqet tani që pjesën e ninullave ka qef dhe thot mami mi vë pak ato që isha bebe. Edhe i këndon, dhe më vjen të përqeshur se edhe i këndon, se janë disa nulla italiane që i fiksohen, po, edhe i këndon. Po mu duk si një fazë që kaloi shpejt dhe kam shijuar sepse mua më qelloi pandemia që ne u mbyllëm. Unë isha nga këto që pretendoja do kthehesha në punë shumë herët. Ashtu ë? Po, isha e bindur për këtë gjë. Qelloi pandemia, ne u mbyllëm në mars deri në qershor kur ishte fundi kampionatit, vajta në punë, shkoja vetëm të shtunën. Më pas ishte vera, më tej në Superligë morën disa vendime që skuadrat bojkotuan dhe kampionati filloi në mes të nëntorit dhe seja ishte me fat dhe unë dejta më shumë me të. Kështu që e kam shijuar vitin e parë. Ti ke pasur me idenë që do ktheheshe në punë. Po. Si ndryshoi kur lindje pastaj? Se mua më ndryshoi për shkak isha shumë të vështirë. Patjetër, të vështirë kisha. Unë thash për një muaj unë do kthehem në punë. Jo, edhe unë kështu e mendoja. Nuk e di pse, ne që ndoshta kemi vite në ekran e rinda që jemi të lidhur edhe nuk e kuptojmë dot jetën pa këtë emocionin e ekranit, punës që ke, përgjegjësisë. Mendoj që do kthehesh, dhe unë kështu e kisha, dhe unë kështu e kisha ndarë, do kthehem shumë shpejt. Pastaj thoya, jo, duhet risa më shumë. Pata dhe nga puna ku punoja atëherë nga digital më merrte shakun telefon, thoshte, po hajde ktheu të paktën dil në Skype, që ti jemi, jo, nuk doja, edhe jo të lutem, më prish rutinën, duhet isha e përgatitur që seja ti kishte të gjitha gjërat që pastaj kishte në rregull, dhe çfarëdo që ndodhte thonim që okay, ne bëm maksimumin. Më ndryshoi, doja afërsinë, pjesa kur shkëputesha ditën e shtunë, për shembull, më duke shumë e vështirë, seria shumë orë pa e parë. Unë kanë punë që në ora 10 dhe vijan 8 të darkës, ajo qante, ndjente prezencën time dhe kur e lija te mami e kuptonte që rrugën fillonte qante që rrugës që duhet të shkonte atje. Po të vështirë kam pasur shkëputjen. Pjesa më le të themi etapa më e vështirë për ty ka qenë gjithënia, gjumi, ushqimi solid, çerdhja, otoraku, të gjitha. Po, edhe lënia e gjirit. Edhe lënia e gjirit. Pjesa e vështirë ka qenë ditët e para të gjirit që unë thashë pata atë problemin dhe insistoja shumë dhe doja shumë ta mbaja vajzën me gjika dhe prandaj doja të isha dhe e qetë dhe mos kisha as pjesën e punëve dhe as gjë tjetër. Ushqesha dhe mirë, merja dhe vitamina që të prodhoja dhe të kisha për vajzën. Dhe pjesa ka qenë e vështirë sepse ajo më ndjente mua në çdo moment, i dinte ato oraret. Mami më thoshte që kur ngjitet e shkalla ajo lëvizte, pa dëgjuar asgjë, thjesht sikur fëmia ka të programuar atë orën që ti vjen fiks. E kisha të vështirë sepse doja t'ja hiqja kështu gradualisht, nuk ndodhi. Ajo që në çerdhe mua më kapte, më fuste dorën, kishte dëshirë dhe unë pastaj fillova me këto metodat, e kam lyer me kafe, e bra me laps të zi. Ajo ka qarë pafund, unë e dëgjoja në dhomën ngjitur se nuk ika nga shtëpia. Nuk doja të ikja nga shtëpia, se thash, okay, dhe mami vojti shumë na. Unë nuk doja thjesht që të krijoja idenë që me veten time që jam kaq egoiste, që do ta mbaj për veten time, se dhe ti gjen një lloj qetësie, se gjithënia është një moment shumë i veçantë, shumë intim, shumë relaksues. Dhe thash nuk duhet bëjmë kaq egoiste që ta mësoj vajzën kështu sepse duke qenë dhe rutina që ajo shkonte në çerdhe dhe unë e merja në ora 4, nuk është se kam qenë gjithkohë e pranishme, doja që të mësoj edhe me atë rregullin që edhe të ushqimi solide, të gjitha me radhë. Dhe e përjetova tash keq kur e shkëputa, po pastaj aq ishin 2-3 ditë e para. Po solidi? Solidi më ka rezultuar mirë, me thënë vërtetën. Nuk kam pasur probleme me pure. Në fillim e kemi nisur me atë puren që na ka këshilluar pediatria, me patate, mos gaboj, patate e ëmbël, karotën, me ndonjë kungull, edhe pastaj me këto qumshat që i kishim në për kuti. E ka pëlqyer, me thënë vërtetën, e ka pëlqyer, e ka ngrënë mirë. Unë pastaj dhe ushqimet e tjera ja kanë fruluar, kanë temtuar te pjesa e frulimit, ndërkohë ajo kishte qef dhe korën e bukës, filloi pastaj tantet e thjerëzat, groshët. Kam pasur frikë dhe kam qenë e kujdesshme dhe kam dhe sot te rushi, te farat, te shalqini, te kokoshkat, gjë që nuk ja lejoj. Këto janë frikërat e mia dhe aty kam pasur dhe i thoja dhe prindërve që të lutem, nuk do japësh asgjë me idenë që le ta provoj etj. Jo, te kjo pjesa jam ajo një herë ndodh. Nuk dua që të ndodhi kjo gjëja, se është e tmerrshme që fëmia për një kapriço jo po ta haj këtë se ham dhe ne. Kjo gjëja s'më pëlqen. Jo po ta haj arrën bajamen, jo po ta provoj pa këtë, jo. Me këtë nuk kam qenë asnjëherë. S'mund të rrezikosh, nuk mund të rrezikosh. Do të thënë kjo është që ti një herë ndodh. Nuk është si tani që thua ti provoj një herë patallxhanat se është 5 vjeç dhe ndoshta i pëlqejnë. Nuk është e njëjta gjë. Apo ushqimin me dorë, apo të provonte brokolit e këto që ja kam lënë, ti kapi me dorë, ti shtrydhi, ti bëj s'ka problemi, fuste në gojë, nxirte
Po pjesën e këtyre kokoshkave dhe gjërave të përtypshme që mund të kishin lajthiave nuk ja kam dhënë deri 4 vjeç. Kjo është shumë nuk ja kam dhënë. Mirë, unë jam shumë dakord me atë, absolutisht. Më duket e tmerrshme. Kemi një ambient i cili ta ofron që 1 vjeç, unë kam parë fëmijë 1 vjeç e gjys 2 që hajnë popcorn edhe unë nuk e di, unë jam tmerruar nga kjo gjë dhe kam pas atarën aty ndërkohë që se kuptonte se çfarë po hante, se kishte parë ndonjëherë. Apo çumçakiz, e kanë thënë dhe çumçakiz. Do parë edhe në moshë 3 vjeç, çumçakiz. Nuk e di, domethënë sa pa kujdesi mund të jetë kjo nga ana e prindit. Dhe kur ajo me idenë e driturit që nuk i ndodh gjë. Po ne tani nuk jemi në vitet kur kemi lindur ne, 80-90 që nuk ndodh gjë. Sot nuk është nuk ndodh gjë. Minimalisht ti ke dhe frikë dhe nga një reaksion mirë, unë se kuptoj, ti nuk e di, ne kemi bërë testet për çdo ushqim të parin. Kemi pritur pak, kemi parë mos ka puçra, alergji, gjëra. Jo t'ja japësh me idenë. Sugjerimet e doktorit këto. Domethënë pse unë nuk e di pse do ta testoj veten në këtë pikë dhe ta çoj në limit, sa ajo ndodh një herë dhe ne kemi pasur raste edhe në Shqipëri për fat keq që ka ndodhur. Çerdhen si asgjë, ka qenë e vështirë për të gjetur një çerdhe të mirë përshtatja. Nuk kam qenë shumë e dyzuar për çerdhen, sepse unë vija re që prindrit ishin shumë të kënaqur nga çerdhet shtetërore. Edhe nuk e pata problem. E kam çuar në çerdhet e mira të Tiranës, ato që janë afër qendrës sigurisht edhe afër shtëpisë. Edukatorët i kanë pasur shumë të mira. Fillova të vërtetoja atë që vërtet në çerdhet e shtetit ishte i njëjti përkushtim, përkujdesje, ushqimi kontrolluar që ne kishim shumë merak në atë kohë. Dhe unë më dukej sikur siç e çoja vajzën në 8 mëngjesit, ashtu e merrja edhe në ora 4. Të rregullt, të lartë, të pastër, nuk e mbaj mend të jetë skuqur ndonjëherë apo të ketë pas probleme, se fëmia kuptoi kur nuk hanë çerdhe që do të vi do të hanë në shtëpi. Po. Edukatorët ishin shumë drejt për drejt, thonin që sot kanë ngrënë këtë, nuk kanë ngrënë këtë, kam qenë shumë e kënaqur nga çerdhja shtetërore. E kuptoj. Për hir të vërtetës, te kopshti pastaj ndryshoi historia. Sepse kopshti shtetëror kishte shumë fëmijë. Kujtojmë që fëmijët në atë periudhë në fazën fshahtare tani të jenë 40 fëmijë me 2 edukatorë dhe me një ndihmëse, them që është e pamundur, deri në 10 orë do doj t'i mësoj emrin në atë që unë mendoj dhe pastaj jo më që fëmia të zhvillohet. Mendoj që nga kërkesa dhe pritshmëria që ti ke për fëmijën, unë zgjodha një kopsht privat, që kishte 10 fëmijë, që të ishin pak më të kujdesshëm edhe te pjesa e mësimit, pse jo, le ta pranojmë, unë kam qejf që vajza ime edhe të mësonte një versh më tepër, edhe të shkruante siç e bën tani, domethënë, dhe në një ambient më të qetë dhe më të mbyllur për hir të vërtetës. Kalimi. Ky tranzicioni nga çerdha. Unë kalimin e kam bërë pak brutal. Brutal që do të thotë, e kam marr, ka festuar edhe festën e 1 qershorit në Çerdhe, pra ishte 3 vjeçë e pak muaj. Dhe ditën e hënë, që ne ente, kam çuar edhe të premte, ditën e hënë e kam lënë deri në 4 në kopësht. Dhe ajo ka qarë, e kuptoj që do shkonim aty, e kisha çuar disa ditë përpara, e tha që ky do jetë kopshti jote etj. Ka qarë, gjithë javën e parë ka qarë, muajin e parë ka qarë, se nuk mësohesh e dot, nuk e donte, por unë e kam bërë me një lloj bindje dhe vendosmërie që duhet patjetër të rinë në Çerdhe dhe sot e kësaj në kopësht dhe sot e kësaj dite është prapë deri në orën 4. E vështirë ka qenë për mua, në fakt se e shija që qante nuk donte ndaj nga mua. Por pastaj filloi të argëtohesh, ti donte mësueset edukatorët që ishin aty, luanin, kishin balet, kishin pikturë dhe unë e shoh dhe tani që fëmia ka një lloj ndryshim në zhvillim, në atë që se ne të gjithë kemi dëshirë të merremi në shtëpi, po jo gjithmonë është koha për të marrë në shtëpi. Ndonjëherë dhe nervat, se unë nuk e fuz veten te ato nëna strapacuese që pasi kanë pas një ditë të lodhshme do ta bëj dhe këtë për fëmijën patjetër jo. Do bëj domosdoshmërinë, do bëj ushqimin, do bëj larjen. Argëtimin ndoshta nuk do ta bëj, sepse nuk kam fuqi, se është edhe pjesë njerëzore dhe për këtë jam e sinqert në këtë anë. Dhe e shoh që vajza fillon pikturon vet, shkruan, ka qef, edhe kur shikon televizori di ato gjërat, ka provuar me kopshin të shkojnë kinema, në teatr, në piknik, këto gjërat që ka provuar me ata para se ti provoj me ne, që ishte përveç piknikut. Edhe ajo tani ka shumë dëshirë të shkojë me kopshtin e vet në kinema dhe në teatr, nuk do të shkojë me ne. Ke pasur probleme për shembull, le të themi për menaxhimin e mërzisë me Sean të menaxhonte mërzinë e saj. Po e kisha, e kuptoja kur ajo thoshte që shoqes time edukatorja i tha këtë, kur unë qava, ajo më pyeti vetëm një herë, nuk më pyeti 2 herë, dhe përpiqesha që t'i jepja të drejtë edukatores, sepse ishte një vend që ajo do shkonte prapë të nesërme. Nuk mund ta mësoja unë që do t'i themi ne edukatores që ti të rish me të më shumë se ç'rrin fëmijët e tjerë. Kështu që përpoqja të punoja te kjo pjesë edhe ja kaloja në forma të tjera. Ose dilnim bashk, ose shkonim diku, ose i bleja diçka në thonjza për ta gënjur që e pëlqente, një lodër, diçka që e donte shumë, ose çoja te vllai im që të luante me fëmijët. Po e kam pasur pjesën e zemërimit dhe Sea ishte nga fëmijë të, mund ta them, e llastuar në atë që ne i plotësojmë të gjitha, që
që ti ketë të gjitha, po i plotësojmë sepse janë disa nevoja që unë mendoj që ndikojnë mirë në mirë rritjen e saj. Edhe ato kërkesat që mund të ketë, qoftë për dalë për të luajtur diku në një orë papërshtatshme, në ora 3 drekës, po s'ka gjë, nëse shkojmë mirë mund ta bëjmë. Apo për të blerë edhe një lodër më tepër, pse jo, kur ne kemi mundësinë, sigurisht që mund ta bëjmë këtë gjë. Dhe shkëputja, le të themi, për një pushim tuaj si çift, kur ka qenë e para? E kam bërë shumë vonë, e kam bërë kurse ai ishte 4 vjeç. Edhe prap me kokën pas. Po pse? Se kam pasur gjithmonë dëshirën që ajo t'ishte aty. Edhe jo se ne nuk kishim dëshirë të rinim vetë si çift, po edhe nëse kemi ndetur 2 ose 3 ditë na janë dukur të mjaftueshme pastaj. Edhe kur kemi qenë jashtë Shqipërisë kemi thënë që jemi në Vlorë për shembull, ose jemi deri në Durrës, me idenë që ajo mos mërzitej dhe të vinim shpejt, se ajo nuk ishte mësuar që ne mos na kishte aty. Ka disa vende apo shtete jashtë që unë kam dëshirë t'i përjetoj me vajzën, ta zëm po them kot. Roma është një vend që ne kemi vizituar shpesh, besoj edhe ti, dhe nuk besoj se ka gjëra shumë për t'u parë, ndonjë çudi që ti mund ta marrësh fëmijën dhe edhe të kënaqesh edhe ai hoteli apo ai parku që do shkosh, mund të lëvizësh edhe me një taksi apo me një metro. Ndërsa vendet që janë për t'u eksploruar, ta zëm kontinente tjera, nuk besoj që mund ta marrësh fëmijën. Ti do ta shijosh vetë, do ta shohësh vetë, edhe në udhime të gjata jo, për shembull nuk të preferoj ata merja. Ndërsa në udhime të shkurtra po, pse jo? Ndim ti ke nga gjyshet? Po, kam, nga të dyja gjyshet. Nga të dyja gjyshet. Dhe përgjithsesi nuk e nga ato mamat që lë gjyshes me po kuptoj nga e gjithë e kam menduar kështu që gjyshet i kam të dyja shumë mirë dhe gëzojnë shëndet të dyja mamat, janë shumë në formë. Por kam dashur t'ja lë në momentin që ato ta kenë si çlodhje dhe si relaks vajzën, jo ta kenë si preokupim, edhe pse ato janë shumë të preokupuara. Pra nuk kam dashur që t'i bëj një pushim nga kopshi dhe t'ja lë nënës që ka në shtëpi, dhe ajo të merret gjithë ditën, sepse ajo ka gjëra tjera për të marrë. Sigurisht ka drekën, ka pazarin, ka shtëpinë, ka ato dëshirat e veta, do dali me shoqet e veta, njëjta gjë për maman time. Nuk kam dashur që fëmijën ta shohin si pengeze të jenë të lodhur, po dua që kohësh ta kaloj me gjyshe të jetë cilësore. Pra që do thotë ajo të dali me gjyshen të kënaqet, të shohë një film televizor, të bëj një shëtitje në park. Dhe kështu e kam ndar. Pra un kam qenë nuk e dua fëmijën për hall, pra t'ja lë gjysës për hall. Halli është kur ne kemi intervistë, pra pa mundësi të kur ti ke diçka në punë, pra unë ja kam lënë kur kam shkuar në stadium, që ndeshjet janë orar të vonë dhe unë jam detyruar të kthehem në ora 12 natës. Aty është larë me gjyshen, ka ngrënë, ka fjetur të gjitha. Dhe dua që ta mos t'i rëndoj në këtë pjesë. Edhe kam pak këtë pjesë në prindërimit që ti fëmijën e bën për vete dhe duhet ta rrisësh vetë me të gjitha përgjegjësitë tua. Është tjetër gjë një çift që nuk ka mundësi, pra që duhet punojnë dy punë për shkak se mund ta duan standardin e jetesës më të lartë, gjë që unë nuk e kam bërë, pra nuk kam pranuar një punë tjetër apo me një pagë shumë të lartë, edhe të mungoj në kohën cilësore të vajzës time. Kam dashur që ta marr nga kopshti në ora 4-5 dhe pastaj t'ja dedikoj gjithë kohën asaj. Kjo është më e rëndësishme në fakt, Vilma, se ne humbasim ndonjëherë sensin për shkak të kërkesës për të pasur mirëqenie më të mirë, për të pasur akoma më shumë gjëra në jetën tonë, për të ofruar më shumë gjëra dhe fëmijëve tanë, humbasim të sensin që në fund fare gjë e më rëndësishme është familja. Patjetër. Edhe ç'rëndësi ka ajo punë shtesë që ti bën kur ti nuk je prezent në jetën e tij më, kur ti mungon e drejtë, dhe unë e vëre këtë të fëmijët kur janë edhe në kopësht, apo kur më qëllojnë edhe të mikeshave të mia që kanë gjithkohës mami ose babi, mua më pëlqen që vajza ime thotë të dy prindrit, sepse ne dalim të dy bashk, pra e gjejmë të dy kohën për të qenë, që të kuptoj që është familje, që ne do bëjmë këtë gjë, duhet jemi të lidhur me fëmijën, edhe për t'i dhënë atë edukatën dhe qëndrimin që mos t'i mëngoj figura atërore, se kryesisht burrat janë ata që punojnë më shumë, po ta ketë aty prezent, që ta di çfarë është figura e babait dhe nga ana tjetër figura e nënës. Dhe unë them që kjo është shumë e rëndësishme, që fëmia të rritet në familje, të kuptoj që ka gjëra më të rëndësishme për te i paras. Ne gjithë duam para, nuk kam pse bëj sikur edhe një mirëqenie më të mirë, pse jo. Por mendoj që mund të jetë në një fazë tjetër nëse do më jepet mundësia, sepse tani dua ta shijoj. Dua të jem të përkujdesem për vajzën, ta çoj vetë kursi baleti, ta çoj vetë në not, ta çoj vetë kur dalim shëtitje. Domethënë un kam qenë edhe kundër le të themi marrjes së ndihmës, sepse un kam pasur gjyshet, po dhe nëse do jetoja vetëm të një gruaje për fëmijën, jo, nuk do doja ta bëja këtë. Okej. Madje nuk e di sa mirë është ta them këtë, po kur shoh vajzat, kur shoh fëmijët që merren nga dadot, kam një ndjesi kështu si trishtimi, më trishton ajo pjesa. Më trishton kur fëmia nga kopshti mezi pret dadon filipineze.
të betohem më trishton pafund. Po gjumin me kë bën? Gjumin me mua pa diskutim, e ka bërë gjithmonë me mua. Domethënë me babin e bën, po shumë rrallë e bën për lojë, ose kur është në ato momente që po i vjen gjumi dhe s'ka ç'a të bëj, po me mua. Në gjumë ka qenë vështirë, un kam vuajtur me Sean për gjumin, se thash e kam tundur, e kam mbajtur dhe me thënë të vërtetën. Kur ka nisur të bëj le të themi një orar pa ndërprerje të qetë deri Jo, 12 orë. e ka bërë, po unë e kam pasur të vështirë për ta vënë. Aty ishte sikleti, se pastaj i bënte 11 orë i bënte pa ndërprerje, nuk e kisha aty, po për ta vënë ka qenë e tmerrshme. Unë jam përpjekur pafund në këtë rutinën e gjumit, kam marrë programet, asaj vajzë që ke pasur ti në emision, të botës gruas, dhe nuk e realizova dot. Nuk e realizova dot që ta lija në krevat vete që të flinte aq jo. Nuk e realizova dot, u përpoqa dhe thoja që asnjëherë mos i gjykoni nënat që përpiqen. Unë jam përpjekur që të ula të grilën ora 8:30, të bëja atë orarin siç thon pediatrët, nuk e ka bërë dot. Nuk e ka bërë. Gjithmonë ka fjetur në ora 10, 10:30. Pa shumë individuale. Tani kam një problem tjetër, po individuale. Kam një problem tjetër tani, flet pafund. Flet. Do me thënë, nuk ka mundësi. Ti mund t'i lexosh pralla, tani kam arritur, do me thënë, tani është më kollaj për ta shtrirë, pra mund shtriremi edhe në 9 dhe në 9:30, dhe flet pafund. Dhe se shoqja ime, se shoku im, se nesër se më the do ikim të paletis, do bëjmë të provën, po fustanin do ma veshësh, po tutat e roz, po ajo shoqja jote, po kjo shoqja ime, do me thënë, po te, do shkojmë nesër te Daja, do me thënë, vetëm flet, ose ja të lutemi, them, ta mbarojmë prallën, pastaj ka dhe një gjë më ndërpret prallën dhe e bën simbas vetes vet. Ose ja mos ma ndrysho prallën, jo dua dhe unë të jem te pralla një nga princeshat. E kupton që ti flet nga ora 9:30 deri në 10:30. Sa arrin ndonjëra çfarë them, tani pusho, dua 5 minuta mos flasësh. Edhe kur nuk flet ngacmon, gjuan me dorë. Kjo është faza tjetër me gjumin se kemi pas asnjëherë mirë, ose pjesa para e gjumit. Si janë pushimet tuaja përgjithsisht në verë? Përpiqemi në jug që mos shkojmë në vendet që janë shumë populluara, po të shkojmë në hotele pak më të vogla, por që sigurisht kanë pishinën, kanë një dhomë lodrash, që ajo të jetë më e sigurt dhe ne të bëjmë dhe ne pak atë relaksin ton. Do me thënë edhe jashtë kur i bëjmë përpiqemi ato dhomat me pishina që ta kemi aty, që ta kemi të kontrolluar, nuk e di pse jemi pak alert. Unë duhet të qetësohem në këtë pjesë, po jam gjithkohës alert. Edhe nuk më ka pëlqyer shumë e veten kjo dhe te pjesa supës, e doja dhe lugën e fundit, e kisha merak. Të lodh, ma një moment, vjen edhe të lodh, e zauron. Po të zauron, dhe unë e kthej kokën them të lutem me ha edhe të fundit. E doja që mbasaj po ta ham dhe frutin, nuk jam kështu që fëmia të ha çfarë të ha gjatë ditës. Jo, punë madhe. Jo, nuk jam. Më vjen keq për këtë se kjo më lodh mua shumë, po dua që gjithmonë të jem në rregull me veten time, që për çfarë do lloj gjëje që larg qof mundi ndodhi vajzat dhe unë kam bërë të gjitha. Do me thënë, kam qenë aty dhe nuk dua që t'i iki vakti, e kam inat kur ikën vakti. Je strikte? Jam, te kjo pjesa jam. Dua që t'i haj fruta, dua që t'i haj gjellët që gatuen, sigurisht dhe këto gjërat e vogla. Patjetër flaste çokolata, patatina tani që është 5 vjeç, por ato me karar dhe me sasi të limituar. Jo, ato ndikojnë negativisht, absolutisht. Siç mund të jem strikte me iPadin që them do ta marrësh 1 orë gjatë ditës dhe ndahet ti sa herë do. Pra e do 3 herë, apo e do 2 herë, apo e do vetëm 1 herë gjatë ditës dhe s'ka më. Jam përpiqem të jem strikte. Kur e ke prezantuar iPadin? Nuk e kam prezantuar shumë vonë, por as shumë herë. 2 vjet që kam lënë te vaktet e shpejta. Pra kur unë ushqeja shpejt, që do thaj vakti ishte 5 minuta, një kokomello e shihte. Edhe pse nuk e kuptonte, të rishte ngjyra, dëshira, muzika dhe kaq. Ndërsa filmat kanë filluar tani, ose te televizori i madh, ose te iPadi vet, që i kam shkarkuar dhe lojra, sepse kam qef dhe këtë pjesën zhvillimore. Po ka lojrave zhvilluese shumë të mira në fakt. Po, aq më tepër kur Seja filloi të fliste dhe ne pam që ishte fëmijë pa probleme, ishte fëmijë normal, të fliste, të kuptonte, unë e lija me atë sigurinë që tani po bën ato lojrat, plotson gërmat, apo ngjyros, po puzzle, apo vën atë ku duhet shkoj pula, te koteci vet, apo te i qenit, apo te shtëpia. Domethënë kjo pjesa e trurit, pjesa e logjikës, po. E kam lënë tani e tepron ndonjëherë kur na duhet bëjmë dhe një punë më tepër, se s'mund të them që jemi kaq perfekt, sigurisht, po ja kam pas lënë dhe kur shkoja në udhëtime për shembull. Thash vetëm orarë, tani edhe s'kam më, do zbresim nga. Po kur uleni për drek le të themi, në asnjë mënyrë, jo. Edhe kur jeni me miq. Edhe kur jemi me miq, jo, nuk ja lë. E di që nuk e ka iPadin. Nuk mund ta kem fëmijën robotik për atë që unë dua të bëj pak qef dhe ta lë. Jo, do ha. Dua ta shijoj ushqimin që ha, dua që ta lë se si pëlqen, të çohet nga pjesa e tavolinës, të shkoj diku, domethënë nuk ja lë. Jo, as celularin as iPadin, nuk kam qef fare. Le sot po dëgjojmë raste shumë njerëz që ngrenë zërin nga fëmijëria e tyre që janë punuar, që janë abuzuar seksualisht dhe ndonjëherë na duken si të çuditshme, disa mund t'ju duken, po besoj që nga këto zëra që janë rritur, shpesh shumica kanë kthyer
kokën pas, dhe nuk besoj se ka le të themi fëmijë që nuk e ka përjetuar qoftë në një moment të caktuar. Në një formë ose një tjetër, më të zbutur diku, më të rënduar në një vend tjetër, po që besoj që unë rëndja vë fajin prindit, dhe pse ja vë fajin prindrit, nuk është normale që një nën e re apo çfarë do lloj zhvillimi kulturor arsimor të ketë, nuk mund të lë vajzën siç e kam unë tani se on 5 vjeç dhe djali i vllait tim është 6 vjeç dhe ato do bëjnë në moshë 13-14 vjeç të flejnë bashkë në një dhomë. Jo, unë nuk mund ta lë këtë. Unë i dua pafund, unë shkoj pafund, por nuk mund ta lë. Dhe këtë e kam barrier ose nuk mund t'i lë te mamaja ime që të flenë të dy ata, të njëjtës gjini patjetër. Po në gjini të ndryshme jo, nuk mund të bëj që ata të rinë në një dhomë vetëm dhe kur janë 10 vjeç. Ne i dim të gjitha dëshirat e para, eksperimentet etj etj. Dhe këtë nuk do ta lejoja dhe prandaj them që prindit duhet të jenë pak për të parandaluar, duhet të jenë të kujdesshëm. Kur them te familjarët, imagjino pastaj te fëmijët e shokëve, te fëmijët e shoqeve, pa diskutim, do jesh gjithmonë me një sy për të parë se çfarë po bëjnë fëmijët edhe kur largohen. Domethënë se mund të jetë fëmia im ngacaman, nuk e kam te fëmia tjetër, mund të jetë fëmia im që ka dëshirë të eksplorojë. Po dua ta parandaloj këtë gjë. Po, patjetër. Është me faza. Njerëz që e marrin për ofez këtë lloj qëndrimi. Me thënë vërtetën këtu nuk e toleroj, le të jetë ofez edhe te vllai im, edhe nëse do kisha motor nuk e kam problem fare. Le të jetë ofez, unë kështu e mendoj, unë nuk dua që fëmia im të ketë kuriozitet për djalin e vllait tim, cilin e ka të një gjaku dhe kuptoj që ai është i afërt familjes, s'duhet të ketë asnjë gjë për te dhe nuk duhet të imagjinoj asgjë për te, se ne kemi qenë vetë fëmijë dhe i dim këto me kushurinë të gjitha me radhë. Nuk do ta lejoja dhe këtu jam shumë strikte absolutisht. Them është një nga këto barierat apo red flags që patjetër duhet bërë. Unë do të kthehem pak një moment tek lindja edhe një herë. Tek ishte shumë e bukur pjesa që ti i le të gjitha pasi lindi goca. Por edhe pjesa e karrocës e gjitha dhe këtë pasi linde goca e zgjidhe karrocën? Dhe se Xholinën? E kisha pikasur, pra në një vend që morëm dhe krevatin, kishte dhe karroca, e kisha pikasur, por i mora kur mu deshën, domethënë. Vetëm atëherë, nuk është se e vërtet. Dhe ishe fiksuar që të merrje më të mirën, le të themi, Jo. Nuk isha e fiksuar, sepse absolutisht që ne mund ta bëjmë, se kemi mundësi për ta bërë për fëmijën e parë gjitha me radhë. Të gjithë janë të gatshëm, po. Te një dhomë e mirë dhe një krevat i mirë te veshje cilësore pa diskutim te ushqimi cilësor, po te karroca jo. Më duke një gjë shumë kalimtare dhe më duke super shpenzim, sinqerisht kur i dëgjoj to karroca 2000-2500 euro dhe me të merresh me aq bën një makinë. Ti aq merr një smart, merr një karrocë domethënë. Dhe për më tepër për kohën e përdorimit, se është dhe me fatur, e ka fëmijë që rrin, fëmia im deri 2 vjeç, pastaj se përdori, nuk rinde. Se përdora fare, përdora vetëm karrocat e lehta pastaj se karrocat po fiks. Edhe nuk kam dashur më zgjova një të pranueshme me një çmim mesatar, thënë vërtetën as e lirë, as e shtrenjtë, por funksionale. Unë jam e fiksuar pas markave që do të thotë zgjidha një markë italiane, por jo më të mirën e asaj markës, por diçka në mes. Po ama ishte markë e cila realisht unë pata kollaj ta manovroja, kollaj ta mbyllja ta vija në makinë bagazh, se pastaj unë e merrsha vajzën dhe vet. Kur e çoja nga liçeni e merrsha me karrocë, fusja karrocën e çoja se Xholin, domethënë i bëja gjitha lëvizjet, por nuk kam qenë e fiksuar. Madje edhe me ngjyra, do besosh apo jo, ne kam të bardhë dhe blu dhe gjithë më thonin çuni. Të gjithë kush më shihte, çuni, vaj, them mos u nisni nga ngjyra karrocës. E kam zgjedhur me dëshirë, nuk e kam as të falur as të dhuruar. E zgjodha me dëshirë. Çfarë ke bërë me gjërat e gocës? Te tani është 5 vjeç. I kam ruajtur. I ke ruajtur vërtet? Vërtet? Po, i kam ruajtur. Domethënë llogarit nga i prindi që nuk bleu asgjë para se fëmia të lindte, kam ruajtur biberon. Ato kutitë e vogla të bukura, kam ruajtur ca farse biberonash, badi të parat, këto që dilte domethënë, veshje të mira, fustanet, fustane nga miqtë e mi, kam nga Marcela, 2 veshje shumë bukura, të cilat i kam akoma, sepse më dukeshin aq të bukura, sa nuk mendoj që duhet i dhuroja dhe më duket sikur ishin tamam për vajzën time, tamam për Sean. Edhe tani kur ajo i sheh, kam ruajtur fustanin e 1 vjetorit të ditëlindjes madhe që i bëm. Kam ruajtur dhe forta është që nuk e kam ruajtur në shtëpinë time, se them që kam ruajtur te mami. Është një dhomë të gjithë. Është një dhomë aty që ka çdo gjë. Dhe më thot mami, po mirë më hiqi këto, unë i them, po këto janë të reja mo. Po të futen qese këto janë të reja. Si ti heq unë këto, si ti bëj?
Qa do I bësh pastaj? Shko që do I bëj, do ndaj njërë mendje nëse do bëj fëmijë tjetër apo jo. Se janë disa gjëra të reja të tipit ku di unë xhupa, fustane, tutina që janë të betojmë janë akull, janë shumë të reja. Siç dhe kam dhënë, se ka pasur gjëra që dhe kam dhënë, patjetër. E kam dhuruar, po I kam ruajtur dhe lodrat. Edhe aty është një dhomë lodrash të mami pafund. Dhe jam e fiksuar se unë I kam dhe lodrat në kuti, kjo është më e bukur. Edhe kutit ja ke ruajtur? Ja kem ruajtur. Po sa vend pas keni pasur te mami? Është shtëpi e madhe. Po tani ajo shtëpia nuk do jetë më. Të shkoj në një ambient tjetër, kështu që më ka thënë merri vet. I kam ruajtur. Po karrocën ç'a bëre? E kam dhe karrocën. Wow, të betohem e kam. Shiko ç'a mendoj, Po. pse I kam ruajtur sinqerisht. Edhe nëse s'bëj fëmijë tjetër, them që njeriu që do ja jap, do duaj që vërtet të hyj në punë dhe ta ndihmoj. Pra se mua më ka qelluar që I kam dhënë rroba vajzës vllajt. Po e kuptoj që nuk kanë shumë nevojë ata, më kupton? E kuptoj. Edhe më pëlqen ta vesh si më kjo ka qenë e bukur e ka veshur Sea, pse mos ta veshë dhe Mabeli? Po e kuptoj që kur prindi nuk ka nevojë, pra kur familja nuk ka nevojë është një gjë që është si të tjerat. Po. Dhe dua që realisht ta shijoj një familje që nuk ka mundësi për ato gjëra që ti blej. Një gjë, unë për shembull kam vendosur që ti heq të gjitha tani, se puna është ti po thua po pres një herë, po dhe sa do presësh? Edhe pak, shumë pak, 1-2 vjeçar, nuk do presësh shumë. Se pastaj ç'do bëjmë pastaj, edhe kaq. Je lumtur? Ë? Lumturia është një gjë shumë e madhe dhe absolutisht që përbëhet nga këto momentet e bukura, nga këto copzat e jetës që të bëjmë bashkë një moment që të jesh shumë e mbushur, shumë e lumtur. Ti mund të jesh shumë e lumtur edhe kur qan, se ndjen veten të përmbushur, edhe ndjen veten të realizuar. Unë besoj që lumturia gjendet për ditë nëse je optimiste, nëse ke dëshirë, nëse ke shpresë, nëse ke fat me shëndet me njerëzit që të rrethojnë. Edhe them që po, nuk mund të them që s'ka ditë që s'jam shumë e mërzitur, e stresuar, e acaruar, nevrike, I kam të gjitha ndjenjat bashkë. Nuk mund të them që jam ky njeriu happy gjithkohës dhe I lumtur që unë jam shumë mirë. Jo. Pak, ulje ngritje si çdo. Ulje ngritje, nuk përpiqem ta bërtas shumë atë lumturinë time, sepse e ruaj duke menduar që duhet presë gjërave nuk I dihen jetë se çfarë ndodh. Edhe me fotot? Je shumë rezervuar me fotot. Po dhe me fotot, Tani pikërisht si momenti shtatzani, nuk e kam për marrje mësysha për këto se këto sinqerisht nuk I besoj. Unë nuk e kam vënë Seas kur asnjë hudhër në karrocë, asnjë sy, asnjë gjë. Se unë besoj në Zot dhe këto gjërat e tjera nuk më bëjnë përshtypje dhe nuk mendoj që një njeri tjetër që thotë sa I mirë është fëmia do ta marrë mësysh. Kjo jo. Por e kam tek ajo që thash për shtatzanin që në fillim, nuk dua që një njeri që përjeton qoftë momente të vështira me fëmijën e vet, shoh fëmin tim që o sa bukur reciton apo shkruan, fëmijët sot janë të zgjuar, të talentuar, të mirë të gjithë. Faleminderit shumë që ishe sot në Man. U kënaqa shumë edhe më pëlqen vërtet kjo iniciativa që ke marr, sepse në ato histori që un kam dëgjuar të Orinda janë gjithashtu shumë veçanta. Mamat kanë përjetimet e tyre qoftë të njohura apo jo, por mos haro që japin edhe një mesazh edhe janë konfortuese edhe këshilluese për nënat cilat pse jo janë aty me bebin në gjë duke dëgjuar që të bëjnë diçka më të mirë duke marrë nga eksperjenca e tjerëve, kështu që vërtet komplimentoj dhe të falenderoj që isha pjesë. Jeni inkurajim për të gjitha nënat sepse unë e shoh çdo ditë nga komentet e tyre dhe falenderoj pafund që vini edhe e bëni mam kështu siç është. Uroj që ta vazhdosh sa më gjatë. Faleminderit. Faleminderit.